Shpallja e pavarësisë është një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë moderne të kombit shqiptar. Një kontribut të madh në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, ashtu si të gjithë shqiptarët, kanë dhënë dhe shqiptarët e komunitetit ortodoks. E ndërsa do të ishin 11 personalitete nga radhët e këtij komuniteti të cilët u zgjodhën delegat në Kuvendin Kombëtar të Vlorës, ata do të firmosnin midis 40 pjesëmarrësve në aktin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në 28 nëntor të vitit 1912. Të tillë ishin patriotët Jani Minga dhe Aristid Ruci, delegat të Vlorës, Lef Nosi, delegat i Elbasanit, Bab Dut Karbunara dhe Dimitor Tutulani, delegat të Beratit, Pandelit Cale, Spiridon Ilo, Thanas Floqi, delegat të Korçës, Dimitor Mborja, Dimitor Zografi dhe Dimitor Berati, delegat të kolonisë shqiptare të Bukureshtit. Për të veçuar këtu është dhe Lef Nosi, ministër i post telegrafës në qeverinë e Ismail Qemalit, për të cilit kemi publikimin e dokumentave të rëndësishëm të pavarësisë, përfshirë edhe deklaratën e saj. Dhe ashtu si tradita e kishës sonë ortodokse në ditën e pavarësisë, në të gjitha kishat tona kryhet shërbesa e doksologjisë së flamurit, ku lexohet një uratë e veçantë për bekimin e flamurit të kombit ton shqiptar. I bekuar është Perëndia ynë, gjithnjë tani e për erën e jetë të jetëve. Fort lumturia e tij, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Imzot Joani, kryesoi shërbesën e doksologjisë së flamurit. Ndërsa në liturgjinë hyjnore mbajtur më parë kësaj shërbese, u kujtuan si gjithmonë në çdo liturgji të kishës sonë ortodokse, ata që kanë rënë për fe dhe për atë dhe. Me këtë lutje, kisha kujton në liturgjinë e shenjtë ata që dhanë jetën e tyre për fen dhe atë dheun. O Zot që bekon dhe shenjtëron, ti bekoje flamurin ton, shpëtoje shtetin dhe popullin ton nga çdo rrezik dhe shtrëngesë, dhe drejtoje në udhën e dritës, të lirisë dhe të përparimit në hijen tënde, dhe bën atë denjë të padenjët, ta kremtojmë këtë ditë të lavdëruar me nder, shëndet, edhe ditë e gjata këtu edhe kudo, se ti e Perëndi mëshirues dhe njeridashës, dhe ty ta drejtojmë lavdinë, Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjtë, tani e për erën e jetë të jetëve.
Populli duroj o Zot, jetë në mbaqje, shpëtim, zhvillim dhe fitore kundër armiqve dhe ruaje për shumë vjet. Për shumë vjet, për shumë vjet, për shumë vjet. Kryepiskopin ton Joanit duroj o Zot, jetë në mbaqje dhe ditën gjata, që ta shballu ngjillin e së vërtetës sate, dhe të udhëheqën popullin në udhën e dritës, dhe ruaje o Zot për shumë vjet. Për shumë vjet, për shumë vjet, për shumë vjet. Të krishterëve besimir që ndodhe këtu dhe ku nduroj o Zot jetë mbaqje shëndet dhe ditë gjata, edhe ruaj për shumë vjet. Për shumë vjet, për shumë vjet, për shumë vjet. Bekimi dhe mëshira e Zotit ardhë me ju, me hirën e ty në ardhe njëri dashës, gjithë një tani e për erën e jetë të jetëve. Amin. Lavdime ty o Perëndia ynë, lavdime ty. Lavdiatit e birit dhe shpirtit të shenjtë tani e për erën e jetë. Amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, bekon për e Zot i shenjtë. Krishti Perëndia unë i vërtet, me ndërmjetimet e nënëstit të shenjtë pa cënuar krejt pa përlyer, me fuqinë e kryqit nderuar dhe bërës, me mbrojtjen e fuqive qellore të nderuarit pa trup, me lutjet e të nderuarit lavdëruarit profetit Paramësit dhe Pakzorit janë, të apostujve të shenjtë dhe emër shkëlqyer, të etërve tanë shënarë dhe i prurës, të i prinjve të shenjtë dhe drejtë Joakimit dhe Anës, dhe gjithë shenjtarëve që lutim sot, në mëshiroft dhe në shpëtoft si Perëndi i mirë dhe njëri dashës. Ata dhe etërve tanë të shenjtë të Zotin Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Me uratat e krye Zotit ton të shenjtë, Zoti Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Mbas shërbesës së doksologjisë së flamurit, kryepiskopi Joan mbajti fjalën e rastit dhe urimin për këtë ditë festive të mbar kombit shqiptar. Në kish ne themi vazhdimisht, përsëri dhe përsëri, me paqe le t'i lutemi Zotit. Pse i përsërisim vazhdimisht? I përsërisim sepse mund t'i harrojmë. Dhe kisha në urtësinë e saj na ka mësuar që shumë gjëra duhet i përsërisim. Sot ne bëjmë një doksologji të flamurit. Përse kisha ka vendosur shërbesa të tilla? Për dy arsye shumë të rëndësishme. E para, për të falendëruar në Perëndin. Dhe përsërisim vazhdimisht që kemi shumë arsye për ta falendëruar. Na ka dhënë një vend bukur që ka gjithçka. Dhe ne jemi në këtë pjesë të globit si kujdestar kësaj pasurie. I Zotit është dheu e gjithçka që ndodhet në të, thot psalmisti. Gjë që do thot pronari i gjithë dheut është Zoti, ne dhe jemi kujdestarët. Dhe përgjegjësia jonë është që të jemi kujdestar të mirë. Mundohemi ta lulëzojmë e ta bekojmë këtë vend. Nëse do i bëjmë një vend të mirë, ku njerëzit mund të jetojnë në paqe dhe në harmoni, padyshim që nuk do largohen shumë njerëz. Gjithmonë ka një arsye që disa njerëz mund të largohen, po një largim masiv nuk do ndodhi nëse ne do jemi kujdestar të mirë këtij vendi që na ka besuar Perëndia. Dhe e falenderojmë Perëndin për gjithçka që ka na dhënë, po kemi dhe përgjegjësinë për këtë gjë. Dhe përgjegjësia është e të gjithëve. Gjithsekush në vendin ku punon mundohet që ta bekojë, ta lulëzojë këtë vend. Dhe siç them vazhdimisht, që adhetari vërtet është ai njeri që lulëzon vendin e tij, jo ai njeri që shan tjerët. Mjafton që ne të bëjmë detyrën për të lulëzuar vendin ton dhe kemi bërë detyrën para kishës, para kombit edhe para Perëndis. Në këtë ditë do donja t'ju uroj një të gjithëve ju, gëzuar dhe për shumë vjet këtë ditë bekuar. Perëndia ta bekojë vendin ton, popullin ton, e të përhapi paqe, jo vetëm vendin ton, po në gjithë botën. Me uratat e etërve tanë të shenjtë të Zotin Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Gëzuar të gjithëve dhe për shumë vjet.
duke uruar për shumë vjet ditën e flamurit dhe pavarësisë. Nga Tirana, për Media Ngjallja, Dhjakon Aleksandër Dimroçi.